Ju përshëndes gjithëve. Ndryshe nga gjithë videot e tjera, këtu ndodhem tek stadiumi i qytetit Krujës. Një stadium totalisht i rënuar, siç e shikoni, këto shkallë që deri para pak kohësh gumëzhinin nga zhurma e tifozëve Sport Dashës, jo vetëm Krutan, jo vetëm malësisë Krujës, të Thumanës, të Fushë Krujës, Nikës dhe të Buqçit, sepse simboli i gjithë kësaj zone ka qenë ekipi Kastrioti, një krenari e vërtet i futbollit Krutan dhe arenës shqiptare. Sot stadiumi ndodhet në këtë gjendje. Shikojmë, nga njëra anë fare nuk ka porta. Shkallët e stadiumit janë në këtë gjendje siç ju po i shikoni. Kjo ka qenë hyrja e famshme e stadiumit që funksiononte edhe me bileta. Pas shpinës time kanë qenë dhomat e zhveshjes. Ky stadium është totalisht jashtë funksionit. Pasi hoqën prokurorinë, gjykatën, komisariatin e policisë, hipotekën, çdo institucion tjetër, nuk i japin banorëve çelësat pallateve. Shikoni, këto janë pallatet e reja dhe nuk ka banor brenda. Kësaj radhe e kanë marrë personale me Krujën dhe ka 5 vite që Kruja nuk ka stadium. Ndeshet ekipi Kastriotit, një ekip i mrekullueshëm që kanë nxjerr talenta që kanë shënjuar në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare, po doni, i ka bërë në Kamës, i bën në Fushkruj dhe dergjet duke gjetë në fushë futbolli se ku duhet ta zhvillojnë ndeshjen e radhës. Un jam shumë i emocionuar tani sepse në këtë fushë un jam rritur, kam luajt vet futboll. Kur ne luanim na u dridhnin këmbët sepse kishim emocion shumë të madh. Kjo fushë ishte e shenjtë për neve. Një shqetësim tjetër që po më thon banorët tani është që ky stadium është kthyer edhe në një vend për grumbullimin e inerteve. Vijnë kamiona dhe hedhin pikërisht këto inerte që shikoni aty apo pjesën këtu poshtë, pavarësisht se ka rënoja. Koma më shqetësuese, më thot një zonjë tani, është situata që ndodh natën zakonisht, sepse këtu në këtë fushë zbarkojnë qen, kuaj dhe kafshë të tjera. Fusha futbollit, stadiumi nuk është vend për qen, është vend për njerëz, për futbollist dhe për Sport Dashës që t'i mbushin këto shkallë të stadiumit. Jo me qen, kujdes, por me njerëz. Kruja ka nxjerr talenta dhe meriton një stadium të mirë dhe dinjitoz mbi të gjitha.